Këshilltarët e komunës së Tetovës sërish kanë pezulluar planin detal urbanistik për bllokun urban 57A, saktësisht për vendin e ish fabrikës Shikjellak. Kjo është hera e 5 që ky plan urbanistik pezullohet, ndërsa pezullimi bëhet që të mbrojt interesi i qytetarëve, kurse në atë vend planifikohen të ndërtohen shkolla, objekte sportive dhe parqe. Rilind Selmani nga sektori i urbanizmit në komunë thotë se gjatë kohës që ishte duke u mbajtur seanca nga Ministria e Transportit kanë marrë informacion dhe pëlqim. Unë mendoj se në mëngjes këto e kanë tërheq prej komisionit për shkak të mungesës së dokumentacionit, por brenda duke u mbajtur seanca na erdhi domethënë nga Ministria e Transportit edhe pëlqimi se atë e priqna për mungesë të dokumentacionit, e tërhoqëm dhe mendoj se duhet si procedurë domethënë të vendohet edhe një herë. Në rend të ditës? Apo jo? Jo, Këshilli vendos. Okej, Këshilli do vendosje. Ne vetëm të shpjegojmë se kjo ka të bëjë domethënë me bllokun urban 57A, domethënë bllokun urban të Shikjellakut, bllokun Famulllëkeqit, të cilin e kena pezulluar disa herë dhe tash bëhet për gati një vit, edhe kemi edhe siguruar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Këshilltari i BDI-s Liridon Disha tha se ky plan është pezulluar çdo 6 muaj dhe akuzoi se pse të njëjtën nuk e bën për bllokun tek Monopolli, për të cilin u bë një debat shumë i madh publik se u shit prona 7.000 metra katror për 7.000 euro. Për këtë bllokun e famkeq që e thua Rilind, kemi diskutuar sa herë, është pezulluar çdo 6 muaj, pse të njëjtën nuk e bëni për bllokun te Monopolli, të cilin u bë domethënë një debat shumë i madh në publik se u shit prona 7.000 metër katror për 7.000 euro. Njëjtën mund ta bëni edhe për atë blok për të shfaqsuar dhe ta bini opinionin se ju nuk keni gisht në atë. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami theksoi se bëhet fjalë për 2 raste të ndryshme. Shikjellaku ne dim edhe kush është investitori edhe për çfarë destinimi bëhet fjalë. Ne kapëm momentin e fundit fatmirësisht dhe nisëm procedurën për pezullim dhe tash me pezullimin e fundit në bashkëpunim me qeverinë dhe Ministrinë e Transportit kemi gjetur zgjidhje që gjithë ajo hapësirë që është pronë shtetërore të transformohet me një plan detal urbanistik për objekte me interes publik, që do ndërtohen shkolla, do ndërtohen parqe, do ndërtohen fusha sporti, do ndërtohen çerr dhe gjithçka që ka të bëjë me një infrastrukturë moderne për komunën e Tetovës. Ai tha se sa i përket bllokut urban tek Monopolli nuk ka të bëjë as pak me komunën e Tetovës dhe atë që opozita e promovon si shitje dhe keq përdorim, por që është çështje teknike. Kryetari i Këshillit të komunës së Tetovës, Naim Ismaili, është shprehur se kjo është hera e fundit që ky plan urbanistik pezullohet. Shikjellaki është pezulluar, besoj që për sfundi, se është në fazë përfundimtare, se toka që është pronë e Shikjellakut, pjesën dërmuese është pronë shtetërore dhe po përgatitet një projekt i ri ku do të parashihet ajo ose si parking edhe një pjesë e vogël, ndoshta do të jetë me banesa kolektive, kështu që kjo është e fundit herë që u pezullu, edhe prej ministrisë janë të përgatitur domethënë që përfundimisht të zgjendet zgjidhje kësaj dukurie që po përsëritet që ta pezullojmë çdo muaj nga viti 2020. Deri tani ky plan është pezulluar 5 herë. Me votimin e sotëm u bë pezullimi i 5. Kjo pikë u miratua pasi 16 këshilltar votuan për, ndërsa 13 të përmbajtur.